Përshëndetje, jam Verushe Kurtesi. Kam ardhur vjet në tetor në Belësh Elbasan për të nxjerrë tapit e tokave të 7501-shit. Pasi kam ndenjur përpara derës hipotekës Elbasan prej nga ora 8 deri në orën 4 çdo ditë, duke fjetur në makinë, më në fund i mora. Mora dhe 2 tapi, certifikata pronësie të 2 shtëpive. Ishin nga 7 bashkëpronarë. Ju theksoj se certifikatet e tokave janë me ligjin 7501 dhe jemi 7 bashkëpronar. Kur i ka marrë certifikatat e pronësisë, shkruajnë vetëm në emrin e kryefamiljarit dhe në faqen e parë shkruan 1-1. Në faqen e dytë lista e bashkëpronarëve mungon. Një certifikat pronësie që jepet në hipotekën Elbasan, që është institucion shtetëror, që ka 4 opsione. Në faqen e parë nuk je për bashkëpronar, në faqen e dytë nuk je, në faqen e tretë nuk je. 2 shtëpit ishin në 7 bashkëpronar. Pas 1 muaji që kam ikur nga Elbasani, jam lajmëruar se 2 shtëpit janë kthyer në 1 pronar të vetëm. Si ka ndodhur kjo? Hipoteka Elbasan, shumë thjesht, pa i lajmëruar 6 bashkëpronarët e tjerë, i ka hequr nga lista dhe i ka dhënë në 1 pronar të vetëm. Atëherë jam paraqit në hipotekën Tiranë, në ASHK-n Tiranë, dhe i kam treguar të 10 certifikatat e pronësisë, 2 të shtëpive dhe 6 dhe 8 të tokave. Kur i ka parë, zonja ka thënë se certifikatat e tokave unë nuk jam bashkëpronare. Thjesht duhet i dërgoj përsëri në hipotekë Elbasan dhe të shkruajnë listën e bashkëpronarëve. Emri duhet të duket. Certifikata duhet jetë transparente, të shkruaj në faqen e parë 1-7 dhe lista e bashkëpronarëve. Aty ka filluar e gjithë historia. Jemi paraqit në kryeministri, roja te dera ka dash me thërrit policin. Te hipoteka Elbasan polici ka thirr 2 fugona policie. Kam qenë me motrën dhe vajzën 5 vjeçe të na largojnë. Pas asaj, në prefektur jam paraqitur për hapjen e një rruge. Sekretarja e prefektit ka thirrë rojën poshtë të na largoj. Atëhere, nga ASHK-ja qendrore kemi dorëzuar një kërkesë me numër protokolli. Pas 1 muaji që kemi marrë në telefon, thonë nuk e gjejmë në sistem. Korrupsion, vetëm korrupsion. Kaq korrupsion nuk kam parë në jetën time. Noterët e rrethit Elbasan, njëri të thotë je bashkëpronare, tjetri thotë nuk je. Kjo është situata në Shqipëri. I ka kaluar kufit. Unë kam 10 certifikata në dorë pronësie të pavlefshme. Mund të më thoni ku drejtohet dikush? Faleminderit.